Po, arë. Përshëndetje Joana. Përshëndetje. Si keni qenë mirë? Mirë. Ju falenderoj për mikujtjen tuaj. Doja të pyesja, si u lindi ideja që kthyehet Villa Prometi në një biznes të rëndësishëm për qytetin? Në fakt, administratori Villa Përmet ardhi, pas ka mbaruar studimet në Itali, u kthye në Përmet. Ai ka mamin e vet nga Përmeti dhe pasi pa ndërtesën ju duk një ide interesante që të bënte një hotel. Por turistët e kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë, neve nuk është se kemi bërë shumë publicitet për vilën. Rastësisht kanë ardhur gazetarë të ndryshëm që e kanë pëlqyer. Sa kohë ka që ka figuruar si biznes? Një vit para pandemisë, në atë vit, 2018 në shtapur si biznes. Edhe gjatë pandemisë pati kliente? Nuk pati shumë, por që pati lëvizje gjatë sezonit turistik, gjatë periudhës së verës më tepër. Të bash një biznes në tregun turistik nuk është diçka e vështirë. Ka ndrysh ka shumë sfida. Shumë e Si e vështirë. përballoni këto sfida? Me çfarë sfida shpresore keni? Sfida më e vështirë që kemi hasur ka qenë pjesa e stafit. Duhet një staf që të jetë i mirë, të jetë i sjellshëm, i edukuar, por këtu në qytetin e Përmetit nuk është se na ofron shumë këtë mundësi. Shikoj që keni marrë nga vende të tjera. Po, këtë vit Arbri mendoj që të merrte dikë nga jashtë, vajzash nga Filipinet. Nga Filipinet. Po. Ka vazhduar studimet e larta për psikologji, por që është marrë dhe me pjesën e recepcionit, pjesën e shërbimit. Po kontakte me klientelën si e bëni nëpërmjet teknologjisë? Po, dhe nga telefoni, nga website-i i vilës, nga Booking, nga Expedia, me agjenci kemi kontakte. Cili është projekti juaj për të arritur shërbimin, sidomos pjesën inovative të shërbimit, për të ofruar gjëra më cilësore, më moderne, do të thënë më lokale për turistin e huaj? Neve mundohemi që të ofrojmë një shërbim të mirë si fillim, që secili klient nëse ka pak kënaqësi, ne mundohemi që të jemi atje sa më afër ti për ta marrë vesh dhe mundohemi që të ndihmojmë duke Aty është natyra, është panorama shumë e bukur. Ushqimi besoj është lokal, është i veçantë. Janë të gjitha produkte lokale. Janë të gjitha produktet të Përmetit. Mishi është nga Përmeti, po ashtu edhe pjesë e bulmetit. Turistët e huaj që vinë kryesisht janë nga vendet evropiane apo nga gjithë bota? Këtë vit çuditërisht kemi shumë turistë nga Izraeli. Nga Izraeli. Është viti i parë që neve patëm një boom nga turistët e Izraelit. Ata e pëlqejnë shumë si vend, nga që këtu gjen qetësinë, gjen atë paqen e shumë kërkuar. Dhe kanë ardhur shumë nga Izraeli. Pastaj kryesisht europian, Francë, Gjerman. Këto që vinë, ka nga ata që duan të investojnë në qytet, ta zhvillojnë pastaj, të shikojnë qytetin jo vetëm si destinacion turistik, por edhe si një treg ku mund të zhvillohen në të ardhmen nëpërmjet investimeve. Ndoshta me ne nuk është se kanë shumë lidhje që të mundësi komunikimi që të flasin të na i thonë idenë e tyre, por që se di, besoj se... Nëse do ta kërkoj me pak fjalë, kush është e veçantë e kësaj vile bukur? Ne shikojmë, na duket shumë interesante. Historia që ka pasur, besoj, këtu nuk është prekur asnjë gjë, kjo ndërtesë është siç ka qenë dikur. Historia që ka pasur, pjesa e shërbimit që neve japim, ne jemi shumë të fokusuar tek shërbimi më tepër tek stafi. Duam që mirëpritja e klientëve dhe largimi i tyre nga vila të jetë sa më i kënaqshëm, të mos të kenë asnjë lloj problemi. Duan që këtu të gjen atë qetësinë e kërkuar prej. Faleminderit. Faleminderit juve. Vazhdojmë përsëri bisedën me Joanën. Ka turistë për shembull mosha 80, 75 vjeç që ecin dhe nuk e kanë problem.
unë lodhem kur mendoj që për shembull të ngjistim atë rrugën e Leusës, nga që nuk është rregulluar akoma rruga dhe duhet të shkosh në këmbë. Edhe kur mendoj atë ngjitje në Leus, them si e ngjisin këta në mes të vapës, por nuk duan të jenë janë mësuar me aktivitet. Cilin ushqim pëlqen më shumë nga kuzhina juaj? Unë kam një të keqe që nuk kam. Jo, kam fjalë për turistët. Për turistët. Turistët më tepër kanë pëlqyer sheton, që është tradita jonë, me mish qengji. Byrekët i pëlqejnë shumë. Pastaj edhe mishin e pëlqejnë. Ju duket pak i fortë mishi, duke qenë se mishi këtu është vendas nga përmeti dhe këta gjatë gjithë kohës e kanë në lëvizje, rritet në natyrë, ecin shumë kafshët, edhe ju forcohet pak muskull, ju duket pak i fortë në fillim, por nga shija thonë që është mrekullueshëm, nuk e krahasojnë me asnjë lloj tjetër. Po bylmeti? Pëlqejnë, por djathtë bar, djathtë kaçkavall më tepër nuk është se janë shumë të fokusuar tek kjo, po tek mishi dhe tek këto suprat që janë traditë jona, ne pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. Por rakia, këto, alkoolin? Verën më tepër preferojnë. Tek rakia ndoshta nuk e kanë shumë të dëgjuar, por verën e preferojnë shumë. Bani kështu libër për shtypjes që shënojnë këta gjërat që pëlqejnë? Më tepër kemi review që marrim në Booking ose në website. Që janë të mira. Po. Një pjesë janë të mira, pastaj ka dhe klientë që nuk pëlqejnë. Sepse nuk mundemi dot që të Ju nuk kanë investuar në ndonjë ferm tuaj që ta lidhni me hotelin? Jo. Por duhet të i merrni nga fermerët vendas? Nga fermerët vendas. Neve jemi lidhur me dy familje që na sjellin këto produkte gjalpin, bezët, sallatën, spinaqin, që e kanë të tyrën, qumshtin. Po. E pastaj Të gjitha janë produkte bio. Të gjitha. Të paktën kështu na thonë. Po me çmimet janë të kënaqur klientët? Me çmimet mirë, deri tani nuk kemi pasur ndonjë ankesë për pjesën e çmimeve. Okej. Por ato që neve ofrojmë, ata janë të I duket kënaqur. arsyeshme. Pjesa e mëngjesit për shembull është që ata e konsumojnë dhe kanë të përfshirë tek çmimi i dhomës. Ata e konsumojnë dhe ngelen shumë të kënaqur. Shumë mirë. Bravo. Dhe nuk vjen asnjë punëtor, nuk ka. Edhe tek këtyre punës si drejtohemi prap nuk ka. Dhe si pastaj detoni këtyre institucioneve ndërkombëtare për të marrë punë nga jashtë? Po. Është e lehtë të marrësh punëtor nga jashtë? E vështirë, sepse nuk e njeh dot personin duke bërë një intervistë apo 2-3 intervista që mund të zhvillosh, po se pate prezent, domethënë që të kesh kontakt. Po kemi pamja dokumentacionit në kuptimin që me Ministrinë e Punës apo me Ministrinë e Brendshme. Jo, s'kem pas problem. Nuk ka problem. Japin lejet kollaj. Patjetër. Nëse je në rregull me dokumentat, po. Okej. Po bizneset e tjera nëpërmjet që marrin nga jashtë ka? Ka, janë disa fabrika, mos ka bëj një fabrikë që prodhon burr që ka marrë punonjës të jashtëm. Okej. Gjirokastrës, Kalaja e Krujës, Onufri në Berat, Leusa nuk është se të jep diçka përveç kishës, historisë të kishës. Po është ambienti i bukur, natyra e bukur, relievi shumë i bukur, libërimi, natyra është e bukur, është paqësore. Shumë e qetë, prandaj dhe turistët e duan këtë qetësinë. Kur kthehen nga plazhi, mbarojnë pushimet në plazh dhe vinë një ditë këtu nëpërmjet që të relaksohen. Janë të përsëritshëm, pra janë ato që e njohin apo dhe turista të rinj që vinë? Jo, ka dhe të rinj. Që marrin kursivë që ta njohin këtë qytet shumë. Ka dhe të rinj. Po bashkia ka ndërtuar një hartë për të parë vendet më të bukura të përmetit? Po, është zyra informacioni turistik. Janë punonjësit e bashkisë që ta japin informacionin. Okej.